psikologë klinike, çka mendon që kemi nevojë, ose më saktë, çka mendon që kanë nevojë për të trajnuar më shumë stafi shëndetësor? Në cilin aspekt? Stafi shëndetësor, kryesisht pasi se siç e potencova më herët, janë të ndër profesionistët më të ekspozuar ndaj stresit përderisa kanë përgjegjësi jetën e njeriut. Prandaj në situata kritike janë të mbingarkuar, domethënë kanë më shumë stres. Zot thotë që profesionet të tjera nuk kanë stres, patjetër mund të potencoj është një stres i dy fish, prandaj kanë shumë nevojë për menaxhimin e stresit, për mbrojtje nga djegja, për komunikimin me pacientët dhe me familjarët e pacientëve, pasi se gjatë përditshmërisë së punës së tyre përballen me situata të ndryshme, me persona të ndryshëm, të cilët jo të gjithë e kuptojnë natyrën e shërbimeve shëndetësore, prandaj edhe mund të hasen në situata të palakmueshme dhe menaxhimi i stresit